ngjyrat e verës në ambientet tuaja. Në pjesën e dytë të emisionit do të flasim për dy rrugë të ndryshme, por që takon në një pikë pasionin. Njëra ka zgjedhur të kuptoj botën e brendshme të njeriut, ndërsa tjetri ta shpreh atë përmes muzikës. Mirëpresim psikologën dhe gazetaren Rita Gërdovci, si dhe këngëtarin Ermal Demiri. Mirëpresim. Broma dhe mirë se erdhët. Merci, Gjeta. Merci, Sot drita të shqyqër që i kam gjamat Blue Protect, tamam kështu më ma mbrojt. Shumë drita. E tha ndërimi edhe në hyrje të kësaj bisede, dy profile kritikisht të ndryshme, por që bashkohen në një pikë, pasioni për profesionet e juaja, muzika dhe tani më psikologjia, si që duket për Ridën. E ke lënë gazetarin apo jo? Jo, nuk e kam lënë, thjesht po mendoj që koha është treguesi më i mire për çdo gjë, edhe për të ardhmen tam në televizion, edhe për gjithçka. Unë hala e kam atë vizionin tam që shumë sane i shoh largë dhe sa herë kom pikturu vetën që shko me qenë, e di, kështu që gjithçka koha është treguesi më i mirë, e për psikologji po, për psikologji jam të u marrë me një biznes, është brenda vetës, që pas në emocione, diçka nështë që ka pak një periudhë që s'kom dalë, edhe në pas ka marrë malë realisht për ekranin, e kështu që po punoj jashtëzakonisht shumë për këtë pjesë. Shumë sukses Ermal, si e që po shkojmë punë, ke ardhur me një projekt të ri muzikor. Mirë, projekti është ecë mirë, jam shumë i lumtur që kësaj radhe në projektin tam vi si këngë autor. E kam shkruar tekstin vet, orkestrimin edhe kompozimin e kam bën vet. Ti vjen prej skenave të mëdha të festivalit, ke shkëlqy sa je paraqit, po mendon për pjesëmarrjen në ndonjë festival, pasi tash shumë shpejt nisin aplikimet, dorëzimi i materialeve? Mbetet e shihet. Jemi duke punu non-stop në studio për materiale të reja muzikore, mirë po nëse kemi diçka që është tamam për skenën e festivalit, pse jo? E përmendëm që ti nuk je kufizuar vetëm tek muzika shqiptare, kemi parë edhe në festivalet siç është ai në Kazakistan, San Marino dhe së fundmi në Këngën Magjike. Si vendoset të merrni pjesë në festivalet ndërkombëtare? Festivali imi parë ka qenë në vitin 2019 në Gjilan, është festivali Rising Stars, aty kam performu për herë të parë, edhe jam ndjej aq mirë në skenë, edhe kum thonë që kjo është tamam ajo që unë e du, edhe pastaj kum vazhdu pjesën tjetër në festivale, ku kanë rrjedh ftesa të ndryshme për festivalet ndryshme në vendet të ndryshme të Europës, po edhe të Azisë. Dhe ku kemi parë një sukses të madh nga ana juaj, po si ishte Ermal si të bënte me u ndje me performu para një publiku që nuk di të flasë gjuhën tënde? Është një ndjenje jashtëzakonshme, një ndjenjë shumë e bukur, edhe në Kosovë vlerësohen artistat, mirë po jashtë Kosovës është komplet një sistem tjetër. Artisti shihet si shajt edhe respektin edhe është komplet tjetër nivel. Kështu që jam ndje shumë mirë, edhe në vitin 2024 kemi pas mundësinë edhe për këngën tam Unspoken me realizu si një minitur në shumë vendet të Europës, ku është prit mjaft mirë. Nga shumë... Edhe shumë suksese tutje, po kalojmë pak tek Rida. Rida, për disa vitet kemi pas si gazetare të terrenit, më pas si prezantuese e studios, një jetë aktive profesionale në fushën e televizionit, por ka kohë që je larg ekranit. Pse çka po ndodh? Zhgënjem apo jo, s'kisha me thonë zhgënjem. Realisht televizionin e du, e kom pasion, e kom diçka që e bëj me qef, edhe definitiv më kthy shumë emocione kur dalë para kamerave, me njerë dela i verzioni i Ridës që taman vetja, originaliteti jam, autenticiteti. Nashta pak pse edhe nuk dalë shumë prej autenticitetit tam, i kom do vijat mia. Mirë po, jo, nuk isha me thonë zhgënjem. Ndër vite, a kanë dashur të të vënë vija në televizion aty ku ke qenë e angazhuar?
ka pas realisht edhe po prap se prap kur fokusohesh në punë dhe ki dashni të madhe, besoj që prap ka më arrit ajo. Një po menoj një profil, një karakter si tamen, që jam shumë fighter, nuk besoj që mundet me nalë kur gjo heq për vetë zotit, kur gjo absolutisht tjetër. Do të riktheshe? Po, për atë tash në fillim, atin koha është tregues shumë i mirë. Mu pak e kom pa edhe në për komente në Facebook, për shkak që po Nina është lirë dhe po kom qef me jap ekskluzivitetin këtë studio. Ndërime, sidomos ndërime, e den shumë mirë rrugtimin tam si gazetare. Edhe mas një kohë kur e krijova një lidhje 6 vjeçare gjatë, ka pas shumë komente në Facebook që fama ime ose shumë arritjet mia kanë ardhur për shkak të, pra po e flasim hapta se nuk është që kemi me fshehtë diçka, për shkak të reperit Gjetuar Selimi ose mu më ka shty dikosh, mirë po jo, për kondrazi. Karriera jam edhe mundi jam është gjithçka fal meje, edhe këto patjetër që duhet me edit audienca. Kom arrit çdo sa në forcat e mia. Në vërtetë ke qenë adoleshente kur Shumë ke e re, nis po. gazetari. Nuk kisha dashur çdo hap në mënyrë profesionale. Po, realisht, dhe nuk isha dashur kreditat me i shku dikuj tjetër. Normalisht, mojtë shambull me i falënderu producenta, cilë të kam besu në mu që është Dardan Selima, i super producenti, cili ka pa diçka në mu edhe mi ka hap dyrë në atë mu shumë tre, për me ma jap një emision, shka që një emision një verës. Që që unë isha komentet, shpesh kolekt mi më ka thonë rrit, bre, ka dalë se frutin e ke kalu, e kena kalu na frutin, lej këto, mos unë t'i ka prej komenteve, po dhe ju vetë jeni moderator dhe një pjesë ekranit, lëndosh për këtën e komenteve. Arsyeja se lëndohesh është se ti nuk e arrit me një pikë për shkak të dikujt, po ke arrit vetë me forcat e tua. Normalisht ka pas gjatë rrugtimit kolegë cilët kanë besu të te, mirë, po gjithsesi e mundu vetë. E kur i shkojnë kredita dikujt tjetër, do me thonë që se ke pas qatë suport në mjetë reale, asnjëherë nuk ka ndodhur që e farloj suporti, të dham pak a shumë. Se cili e ka arrit famën e vetë, edhe unë nuk isha pas shef me konë në hjena askuj. Do me thonë unë jam Rida Gërdovci, edhe çdo sa ne kom bu me mundin tam, edhe nderimi marrë men si gazetare, po realisht jam lëndu për këtën e komenteve. Askush nuk e kemi një helmet hekur që do të na bronte nga komentet online, cilat janë të panumërta edhe shumë tash, pra edhe shumë banale. Ermal, tja i ataku ndonjëherë prej komenteve? Jo. Qoftë për këngën, qoftë për diçka që kush e di se këta komentuesit online çka zgjejnë? Po, në fillim kom pas edhe në komente negative, se shumica e artistëve dhe pa ma parasysh profesionit. Po, në fillim ka qenë pak ma e vështirë, tana nuk është që më kanë ndiku shumë. Nuk është që më kam bo me undalë edhe mos me punu në drejtim edhe në projektet e mija që i du. Kështu që me kalimin e kohës veç mësohësh edhe nuk është që Imunizohesh. Imunizohesh. Kanë qenë ato paragjykimet e para që njerëzit i kanë pas për ty? Ndoshta pesha, po, se kam qenë pak në pesh, vazhdoj t'jem, po, me një periudën në fillim kam qenë shumë bipesh, edhe zakonisht të ne është kjo që... Nuk shihet talenti, po shihet pamja jashtme, fatkeqësisht. Realisht shumë shpesh komentet mbi pamjen po e mbysin për mbajtjen, për çka ish dasht me qenë ne tullur këtu, ose duke dhënë atë që e kemi brenda vetës si afinitet, si cilësi. Po na bën ka njëherë kjo që qarkullon online me ndryshu kaq fort, edhe ti ke ndryshu shumë. Rida, ke unë pesh, po dukesh ma ndryshe që ka ndryshe. Fillova me dasht vetën ma shumë, me reflektu pak ma shumë, me glow. Mi dhonë rëndësi vetës edhe saneve që unë e du mi bo njëtë, mos me kufizu vetën shumë. Jem konë të reflektus, si 28 vjeqare, që se kam heq probleme në tërgu moshën as pak. Ende e re, për këtë arsye. Po, ende edhe realisht pak isha konë të e pa jetën veç kështo. Të me thonë edhe gradualisht fillova me u hap, me u shliru, me investu në trupin tam, me lypë gjithë ditë ma të mirën prej Ridës. Qka moj sot me konë ma e mirë se dja. Zhvillimin tam tashon kom një dashni shumë të madhe dhe për artet marciale që e shpërfaqet karakterin tam që jam pak tip fighter, do me thonë, dhe shia jashtëzakonisht shumë. Të cili shirit kem rri? Jo të shiriti, po flasë për kek edhe, do me thonë, për artet marciale që janë... E nova në i karate? Po, është dhe një farloj karatës, edhe në kek, do me thonë, e ki edhe me dur, edhe me këmbë me qenë aktiv, po për shia i shumë se për shpërfaqet që atë tipin karakterin tam që pak e kom kufizu vetëm, pak jom diku prej energjive të tjera. Kështu që tash kom fillu me kuptu ato brendshmën tam, tamon edhe gradualisht me shfaq tamon Kur për jenë stërditje, kënd po e grushton njërë imaginare mas shumë të? Trajnerin tam.
Mendja. Aso grushton mendja. Në fakt, a ka shumë që kanë listë, njerëz në listë dhe që kishin dashtë, mi imaginu ashtu, po jo, nuk kam ka shumë urejtje, realisht nuk kam urejtje, vetë se kur i qes targete vetës për diçka që du me bo, jam qasi tipi që ashtu t'jo me marume, dhe pëse shpesh më dhojnë ka dalë brerit. So kilogrami ke hupe dhe veç me sport, apo ka pasë edhe ndonjë sekret tjetër? 80 kilogrami kom pas, dhe që tashti kom 62 kilogram që kur po matna, do me thonë qëfar gëzime, jashtë zakonisht happy. Po, a din qka kom bo? Po e kom thonë edhe shumë haptas straight to the facts, edhe në TikTok-ën tam, se më shushin shumë gra, o zë qa po heke, nuk po muj mja doll, një dit po maj djetë, një dit s'po maj, jo, qelsi u kom krej që i kom hekë, do me thonë, karbohidratet, edhe kom pi shumë uj, edhe kom ushtru, edhe mas urës 6, nuk kom konsumu kuzhesh. Ka që mi afton? Edhe jom transformu shumë shpejt, me fitness, me fokus. Ti Malin, me siguri, pas këti emisioni, keni një besim. Jo, të gjatë. Nëse Malin me analizohet dhe nuk më hupë shumë pesh. Me krasu, edhe në 18 kg. Pas ka pas një farloj progresi. Bravo. E cërije mirë. Rita e përmend edhe me herët, detyrimisht njerëzit të lidhin me një emër, kur flitet për suksesin, dhe pavarësisht kësaj, kur ke një lidhje familjare, të lidhin me emrat të cilët janë publik, ka qenë ajo që si kunata Marina Vjollcës, po ko që nuk ju shohim bashk. Realisht po, është proces, adin së është fundi botës. Mu ma shumë ka dhim fakti që për mu ndërtu, kom sakrifiku shumë prej vetës, edhe nuk kom do është asë njerë kreditat mi shku dikuj që nuk e meriton. Do me thonë, kreditat kam i marë ata njerës, cilë të kam pa ridën prej zerës, edhe kam pa ridën shumë largë, kur s'ka qenë asë Do me thonë, gjatë gjithë rrugtimit tem, kreditat kanë i marë vetëm ata njerës. Jo njerës cilë fitojnë kredita pa, do me thonë, nuk kanë bo, se nuk kanë dhona e farloj kontributi për mu. Nuk tash mos po kesh kuptona se tojnë, mos i paska ordinati kësaj, ose pse është identifiku si kunata Marina Vjollcës, ose e Geto Arselimet. Mu absolutisht nuk më pengon kjo pjesë, po mu më kam pengu dësen e tjera që ju kanë shku kreditat njerëzve cilë nuk kanë pas në e farloj bashkëpunimi me mu, ose nuk e kom pas në e farloj supporti. Është mira audienca me ditë se qka jo hek, po se qfar sfida është i ka për një me një gazetar, një profil, me pas guzimin me thonë ato, edhe me kuptu edhe një qikere që është aty të këshyre dhe që ka andër televizionin, me kuptu që ka me luftu shumë, edhe du të mi besu vetës në fund të ditës. Slap yourself when you wake up in the morning. Ndarjet pavarësisht për qfar arsye vinë, lëm vrag, gjurëm. Ka qenë ndarjet dhimshme, apo? Pasi lidhja jo të ka qenë totalisht publike dhe po marrim guximin të të pysim ka qapur. Po, ajo ka qenë lidhje shumë e gjatë dhe unë jam rritë me atë person. Nuk mendoj që asë njerë duhet me qenë mos mirë njose ose asë njerë. Kemi kalu një kohë shumë gjatë bashkë edhe normalisht thashtë se cilje vazhdo në atë rrugën e vetë. Po, veç që të duhet me ditë, dhe me thonë publiko, që Ridën nuk e ka ndimu as Geto Arselimi, as Marina Vjollca, Rida i ka besu vetës, ju ka trokit në dyrë. Po, a ka ndimu Liberian Selimi, ishi dashur i jëtë? Liberiani është tip shumë pozitiv, edhe është supportus, nuk shta dashur shumë me folë edhe rëthti, po nuk muj me humë këta. Se në fund të fundit, edhe ishi dashur i jëtë, ka qenë në showbiz, është artist, dhe të ka qëndruar shumë prangë, shtu që... Po, është shumë pozitiv. Nëse jo ata... Realisht, Liberianit nuk duhet mja u kreditat as njara, ajo shumë pozitiv dhe shpestojvish me pas shumë sukses në rrugtimin e ti. Mirë shumë. Jeta vazhdojnë, kapituj të tjerë vinë jetën e se cilit, unë shpresoj më të mirën për ty. E di që një plagë e madhe jetës të ndëmbetet e kaluar, apo a i ke te i kalu, si vazhdojnë të jetosh me mungesën ati që në fakti te i kalon të gjithë të tjerët mungesën e tatit, që po e shoh që sërish e rikëthen ko paskoje në rjetës sociale. Po, e rikëthej. Me që është një emision ma pozitiv, ma veror, unë e kom bo një tatu 3, që është shumë e bukur, edhe është kaligrafi arabe, do me thonë, kaligrafi arabe është shumë e veçantë, është një farloj arti, këto do me thonë është ja kom dediku babit, që plët sene po ju të regoj për e të parë. Shoqët e mjatë në kushta kanë me mytë kur ta kona me to, se si kom të regu më theshtë në rritë qa ke shkru qëto, qa ke shubri, tregame. Jo rasisht të kom bo me kaligrafin arabe, do me thonë ja kom dediku babit, sepsaj kur ka qenë, do me thonë, kur më ka kapë në dur, i ka thonë anës tam, i ka thonë anem, po pse për utullon për vranë se kjo është e vogël, aden, jo, po du me bot fort, dhe ato fjallë të ati që i ka thonë atë kohë, unë i kom bo sot tatuash, kështu që më pëlqenjë shumë edhe i du. Dhe ti e bo një personi fort, një grua shumë e fort, që ja gënë vetë njetë.
Pa dyshim. Je bërë edhe psikologe e vetës? Herë po, herë jo. Po sa mirë që ekzistojnë, nuk është marrë me shku të terapistë. Ai mjeshtri kretira ato, po vetën e lën keq. është shumë e vërtet. Edhe në fakt mirë që janë psikologa, që janë terapistat për me shku të ata, po edhe punoj shumë me vetën, aktiviteti fizik më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Edhe po, një farloj psikologe po, qa përshë nuk kajta, se fola për shto, jam mësu me menagju vetën gëgja mirë. Dhe unë gati që si rash pishman që e thash, se mu duk tendencioze dhe mendova mos do të qaj rida, se zakonisht e të bën këtë, po jo, komplimentoj që ke arrit në këtë pikë. Kemi punu me vetën, a përshë Dhe forca vjen me kalimin e kohës. Definitiv po. Ermala, qa ndonjëherë për shembull, me që jemi të loti se në këtë shoqërinë tonë, pak patriarkale, me qajt burri duket si dopsi. Nuk është që më ndodhë shpesh, më të tregu direkt. Shqyr? Po, e ka... Sështë më ka ndodhë naj fatkeqësi. Pa lëndorë si person, se artistët janë pak më të ndjeshëm. Me raste po. Qka të lëndorë? Qoftë në skenë, jetën publike, ose atë... Nuk pedi të qka Private. specifike që mundot me më lëndu, po zakonisht jam shumë i qetë edhe nuk është që pres shumë prej njerëzve që me mujtë me më zhgënyu ose me më lëndu me një moment të caktum. Dhe gjithmonë do të luan rol pritshmëri tona që i kemi ndaj çdo gjëja. Dhe teksa Rita ishte duke folur për babain e saj, unë me kujtohet edhe historia që ti vetë se ke bërë publike për babain tënd, më intereson të di ti si e kuptove, sa vjeç ishe kur babai yt e kuptove që është i verbër. Besojmë burret, me atë që je bërë ti një version, një djali I shumë të mirë. dedikohet atij, sigurisht. Po, unë jam shumë i lumtur për mbështetjen që me vazhdimisht, edhe unë thëmë gjithë që ndoshta pa mbështetjen e prindve të me, të mamit edhe të babit, nuk i kisha pas krejt këto suksese. Sepse me të vërtet është shumë e rëndësishme edhe mbështetja morale për krejt vendimet që i merë një jetë, sidomos për një tri, kur e din që ata të përkrojnë në çdo hap edhe te në fund që asaj rrugë ki mu bo me undje ata të lumtur, është me të vërtet lumturia ma e madhe. Besoj babi e shep botën përmes syve të njerëzve ma të dashur, përmes syve tua. Ka diçka që të thot për ty, për atë që e bërë sot? Ndonjë këshill, ndonjë... Po, ai gjithmonë më jep këshilla, gjithmonë më këshillon, sidomos kur kam qenë ma i ri në fillim të studime, zhvendosja në Prishtinë, se unë jam i Gjilanit, edhe ka qenë hera parë që kemi pas një distancë kaq të madhe, edhe e di që në fillim studimeve të mia më ka thonë, e di që ti s'ki më zhgënjy kurrë, kështu që besojnë ty, edhe vazhdo ndjeki ëndrat e tua, lufto për ëndrat e tua, edhe një ditë kanë më bërë realitet. Edhe dita ditës vetë se janë duke u bërë realitet. Shumë bukur. Rita thonë ajo që nuk të vret bën më të fortë, a ka ndodhur kështu edhe te ti? Pyetje e mirë. Po, definitiv, ka ndodhur kështu edhe tonë ka ndodhur. Ka njerë thu pse të ndodhin do situata, do sene që të vinë jetë, po vishë të bojnë ma të fortë, sfidat vishë shkojnë të bojnë ma të fortë gjithmonë. A je sfidu shumë një jetë? Po, gajgja shumë. Ke pas ma shumë njerëz tradicionalisht, pro apo kunder? Në punë, në jetë? Kisha me thonë, ndoshta kunder. Edin, diçka kom su gjatë rrugtimit tamë, ma e keqja është lufta në heshtje që ta bojnë. Ma e kanshme është, ose jo ma e kanshme, po ma okej është kur dikush vjen edhe e ki armik të hapur. Dhe me thonë, unë s'kam frikë për aty në njerëzve, me këto 28 vjetë mija që kom arrit me mësu, nuk kam frikë për aty në njerëzve që mi thonë gjanat hapta, sepse kuptoj që dip ata njerëz po ma dojnë të mirën. Kam frikë për aty në që më luftojnë heshtja. Nuk kam frikë, në fund ditës e kam frikë vetëm Zotin, po ata e ma, mos tëm të rrezikshëm, po shkaktojnë dame, definitivisht, dame të shumta. Sigurisht dhe këto të pengojnë mande edhe në rrugën tënde profesionale. E ke ndjerë këtë, po them, do një moment kur ti ke thënë, okej, unë dua të heqi dorë. Unë jam tip që nuk ju besoj shumë fjalëve po energjisë. Dhe me thonë, energjin që e marë, ju besoj shumë atë tepër. Nashta pse kjo, se shumë përveç sukseseve, që unë e besoj që edhe ma shumë suksese du marit njët, jo vetëm kaq, jam shumë kërkuse dhe shumë dyrëm janë mshelë para ftyrës. Shumë herë. Edhe unë kësha dasht me dit audienca dhe këto, sepse mundet me qenë një histori motive, ka shumë dyrën cilat unë kom trokit, po më janë mshelë.
Po prap e besoj, prap vjen ajo floka e madhe, ajo dëshira, ajo vizion jam prap duke arrit me pa vetën, edhe vazhdoj me pa dhe me besu deri në fund. Çka kërkon ekrani sot? Po, tashe, nëse ka shumë figura të ndryshme, nuk e di, por mendoj se ti je i lindur për diçka, e keni dhunti. Edhe unë mendoj që edhe jo rastisht jeni këto. E keni qatë dhunti cilën ja u ka jep Zoti dhe punoni çdo ditë me vetën. Kështu që mendoj që duhet me pas dhunti, është diçka që vetë don kamera ose don ekrani ose je aty. Kështu që, jo. Më pëlqej, kemi një set pyetjesh për Ridën dhe më pas për Ermalin, po nisim me Ridën. Atë kanë ndjekur më gjatë puna jote apo ish lidhja? Atë kanë ndjekur më gjatë puna jote apo ish lidhja? Kjo pyetje, po do me pak po do më nalë me mendu çfarë përgjigje me atë. Që do në mas pa tekst ka njëre. Edhe pse flet goxha, përgjigjet mund të jenë të shkurtra, koncize. Po si, a mund është pak me ma elaboru këtë pyetje? Atë kanë ndjek, a vazhdojnë me të ndjek ma tepër puna, ajo çfarë ke bërë e zhvilluar ndër vite, apo ish lidhja, a përflitesh më shumë për punën, apo për ish lidhja? Ma shumë për munduna me adhom fokusin që asajna, do me thonë punës, po prap, ju intereson ma shumë lidhjet e këto, po a diçka, do me thonë, di me thonë se qëta që jam shumë happy, jam shumë e lumëtër, edhe nuk me thonë veç jam shumë e lumëtër, veç pse jam para kamerës, po definitivisht jam okej, edhe po njëna mirë kështu në trupin tam. Po njëna mirë me Ridën. Edhe po jam happy me faktin që për vetë se punoj, do me thonë, pa punë, nuk kam komplekset punës, vazhdoj punoj, edhe pse s'jam në kram, vazhdoj punoj me faqen time, me biznesin e ri, kam edhe punën normale, ku punoj çdo ditë me orar, do me thonë, nuk jam një vajzë që qëndroj pa punë, jam duke punu me disa njerëz fantastik, si ti kemi prej pejes, me një biznes fantastik, ku pikërisht flitet dhe për pjesën e shikimit, kujdesen për atë pjesën e marketingut, shitjeve, dhe jam shumë happy që po e bëj si punë tregull. Kështu që, edin nuk po ma po qona më gjatë happy, pe pi një kafe, po shkojmë fitness, po mirëna me vetën edhe dishysh sikur po marë frymë lërshëm. Edhe për çdo po ndina shumë happy. Bukur. Të ka mbyllur derë e kaluara? E kalon një farloj dhimbje, do me thonë, sepse kur e do një person edhe e do në sinqeresht edhe je person empatik, se na në funditës nuk jena robota, dhe njena njerëz, edhe len pak një farloj shenje, një farloj dhimbje, po prap jam ashtu happy me vetën tam, jam e lumtur me vetën tam, jam e lumtur me çato që po bëj, edhe po dal shumë ma shpesh. Sot do ta mbrojë më shumë jetën private? Do ta mbroja shumë ma shumë, po, do ta mbroja shumë ma shumë, se duke marrë parasysh që kom qenë me një person publik, gjithmonë jam, do me thonë, më ka përcjell masande edhe ajo hija, apo kupton, edhe gjatë gjithë kohës kur është përmend, kur jam përmend persona të tjerë, sikur tu ka jep një farloj kompleksi, unë nuk kom dashur asnjëherë mu largu prej Ridës, ose prej autenticitetit tam, as nuk kom dashur me qenë dikush tjetër. Kom dashur me najtë Rida që jam prej ditës neve, se i kom pas do kilogram pak ma shumë, sot i kom 62 dhe kom një lower leg liposuction, dhe me thonë, jo veç për pjesën e fizikut, por nuk kom ndryshu shumë përveç se kom lexu libra pak ma shumë edhe kom investu në truta. Këto janë përgjigje po jo, për shembull. Okej, bon. Si që kërku. Ama nuk i keni gjetë personin e duhur. Tani do të vendosin e pozitën e gazetares, nëse ish partneri juaj do të ishte sonte përballë jush, çka do e pyesja? Qysh po kalon, a je okej, qysh po kalon kohën, edhe qka që, po shumë ma shumë. A e Po ka diçka kalu? që të kam bet Po, më fal. peng, do shta diçka që nuk keni sqaru krejtësisht? Janë, ka gjanat të tilla që mbesin, po jo, ka që do i kisha thënë. A e ka kalu ndonjëherë gazetaria roz kufirin me ty, me jetën tënde? Vetëm kjo pjesa më ka lëndu, kjo pjesa që e ceka pak ma herët, se mas një është dorë material shumë edhe publikut, edhe njerëzve, unë e kuptoj, se kur e zgjedh televizionin vetë jo kanë me të përcjell, do me thonë, qato komente, qato sane, po jam lëndu se veç e mendoj isha Ridën e para do vjetë, sa shumë ka dojnë terene, sa shumë u mundu, nashta edhe veç për mjë jap një hapsir, edhe kur ti shkojnë kredita diku jetër, dyshysh deshtë ose s'deshtë të dhamë. Dhe atë pjesë e kemi sqaruar sonte. Dhe kur jemi të kjo pjesë, ke hequr dorë nga ndonjë lajm, sepse të ka prekur personalisht. Po, ka shumë. Po ato kom vendos me mbajt. Ndoshta vjen në herë momenti, cilat ndoshta edhe kam i shpalos, po janë big up të mdhaja, kështu që do të mbajt mirë. Edhe shumë Rida dhe ndërkohë tek Ermali do të vazhdoj me një seri pyetjesh të tjera. Cila pyetje do doje të mos ta bënte askush? Sota.
në këto momente që po flasë? Thuj krejt mira, ken, Po, zakonisht jam shumë i hapun për pyetje edhe nuk e kam problem, çka do të shumë pyesin. a të ka gjyku publiku pa të njoft? Po, Për çka? po jo kem përgjigje. Ja, okej. Sa është të vështirë të ndash muzikën nga njeriu i zakonshëm? Pyetje interesant. Më varet. Unë për vete muzikën edhe talentin që e ka një këngëtar, një artist në përgjithësi, mendoj që është diçka si hynore, kështu që nuk s'është që do të me ba ndoshta ndaj ndamje specifike, Çfarë do të ishe ti pa muzikën? ndoshta biznesmen. Se jo. A të ka shku me një herë me po biznes, Rida? Apo ta mërmanja që më shkojnë. Kur si dihet. A ke mendu në herë me lonë muzike? Jo, deri në këtë moment jo. Kanë shkruar lajme mediat për ty? Cili mendon që ka qenë ndonjë më i padrejti? Ose ndonjë titull i keq kuptuar? Në pandemi ka qenë një, ose në fakt në këtë dy raste janë, pandemi janë majtë këto garat online në shumicën e shteteve për shkak që nuk kanë mujtë me mbajt fizikisht. Edhe më pa të bo ftesa nga shteti i Bullgarisë me përfaqësu shtetin e Bullgarisë me një kompozicion online. Edhe e pranova me shumë qef, pastaj kanë dalë disa lajme që nuk është dasht, para gjykime, edhe njëjtat lajme kanë dalë edhe në vitin 2025, kur më bo ftesa me qenë pjesë e garës, për me përfasu shtetin e San Marinos në Eurovision. Kanë ndodhë 1-2-3 tituj kanë qenë të pakonshëm, po A të kish pëlqy me pa vetën në skenën e Eurovisionit? Thuj kuj si kish pëlqy? pa tjetër që po, pse jo. Në fund ditës, çka kishe dashur më shumë për jetën tonë dhe vetën tonë? A ki një ide, një vizion? Për momentin jam të i arrit krejt që ato sene që i du, edhe që i kam synem, edhe punoj shumë, edhe nuk zhgënjehem. Ndoshta edhe kjo është qelësi i suksesit, për shoh që mungon të shumë të ri, edhe kisha dashur me dhënë si mesazh që nëse një herë rëzohesh, nuk do me thonë që dosh me dorëzu, dosh me luftu, me punu për ëndrat e tua, për qëllimet e tua, dosh me pas një qëllim që me mujt me pas sukses. Rida, me që jemi të mesazhet, ata mbyllim me një mesazh? Po, Fuqishëm? Unë ju kisha thonë krejt qikave, grave, përgjithsisht, cilat kanë ëndra shumë, mos u dorëzoni, besoni veten edhe lejni komplekset anash, pa komplekse, mos më mundu me shfaq gjithmonë atë perfektën ose thjesht që gjithçka është okej, po nashta edhe që ajo sfida jote, që ajo vështirësia që e kalon është një farë lloj inspirimi për tjerët, kështu që edhe unë jam rrëzu shumë herë, po jam qu shumë herë më afort edhe jam formsu për asaj sfide që më ka ardhur, kështu që. Ishte një bisedë shumë dinamike dhe shumë e këndshme, ju falenderojmë për sinqeritetin, keni folë me letra të hapura dhe faleminderit. Për cila mesazhe shumë të bukura nga kjo studio. Grazie. Faleminderit